Buongiorno. Dielli 42 gradë. Pamje nga pushimet verore Bishkis Lushnje. Na kanë ardhur këtu, me jemi zhvendosur, na kanë ardhur koltuqet, divanet, ferrat, plerat, kallamat dhe betuinat e tjera, qeskat. Ani do të tregojmë çik live. Me që me valigjet, mos e keni mangur ato valigjet e plazhit dhe ju duhet në palkpuc, në rob, në sanale, ku diu në divan, se karton shtrihen e aty në shazllon. Ose kemi edhe këtu ne. Ja. E ndigjoni gjohet zhurma ujit në i qik të poshtë, se kështu i ka vë tap lart. Në i divan këtu të hedhur, urdhëro, që të kalojmë këte. Shiko, ka i shumë kalojnë këtu, plerat, duket me kanali këtu, Fer dynjaja, pler dynjaja, kjo është, do thoni ju, po kjo është fshat humër. Savër, lagje e Lushnjës. Lagje e Lushnjës e quajmë. Rajoni numër 5. Batërdi, atë që kemë ndit, që kallamat. Shko, po këto i peda, ato qeskët aty të lagjes se masë nuk i ki pa, urdhro, tu do 2 skrepa. 2 skrepa në ato që shtynë shu, edhe 6 makina, ashtu si konjate, shmë kejtu. Shko që këtu. I kanalet, me që i thoshim kanal, urdhro. Shiko këj kanali këtu, këto amisare, këto kryesorët këto kryesorët. Ale të tregojmë, që ka i skrep këtu, i skrep mas shumë vitesh, lene këto që janë pler dynjash, shiko si janë këtu, me të inët e hedhru. Hajde këture, hajde të shumë tu hajde. Tu të zë kolere me gjithë kancë. Shko, ka në pastrim tua? Po këtere. Tu i kanë shtypi qikës, po goma ato që kanë heqë. Shko, gomë në lane, bideu, turak, drejt, birë. Shko si shtap. Qeka i skrep nuk e di, shala se ka qenë privati, po shko si është, se sa është pastru këto kryesorët, shikon? Shiko fekalet e Lushnjës ku dalin. Na, si qanë gjyreri. Edhe ikim pa... Ha njerëzit me këtere, se vadisin. E lë këtim atanë. Kjo është situata... Ja kaq.